Në turin e parë eliminator të Kupës së Europës midis skuadrave kampione, ekipi ynë Partizani zhvilloi takimin e dytë me skuadrën Austria e Vienës. Në 45 minutët e pjesës parë, skuadra jon luajti me një nivel të lartë. Kishte pasime të shpejta, menjëhershme, plot teknik, forcë e siguri. Futbolluesët tanë bënë lëvizje të qarta përmes një taktike e një loje krejt sulmuese. Minutën e 31, Ballgjini i shënon 1-0. Futbolluesët tanë kërkojnë shtigje për të qartë kordonin e ngjeshur skuadrës austriake, por nuk shënuan gol tjetër. Fitoria 1-0 e ekipit Partizanit ishte e merituar. Kjo ishte një ndër ndeshjet më të mira të ekipeve tona.